Nature. Vlog. Culture. History. PN Channel. Me një duar të rëpike nga ju, sepse kemi të bëjmë në të vërtet me një dukuri që do shumë e vendi për këtë një. Përshkuar pak më tutje, me që do të përbëj dhe argumentin kryesor se them që kemi bëjmë një personalitet, lidhet me një rregull krejt të pashkruar. Zakonisht vjen poezia, pastaj vjen poeti. Tek unë është në krisht të rregull, krejt pashkruar. Me shumicën e autorëve, ka ardhur poezia, ka ardhur krimtaria, ka ardhur letërsia, pastaj jam takuar. Pra, nuk është pjesa miqësore, s'ka bëj fare, kur e shoh dhe e vendos në këtë pikë. Ndoshta ato votimet të fjalë, ato poezitë të fjalë, konkurset të tjera, jo se mendoj se çmimet e bëjnë një poet apo një shkrimtar, çmimet na kujtojnë se jemi të tjerë, jemi diçka tjetër, jemi në këtë kontekst. Dhe ai shans, të thosh ai kontakteve para, dhe pastaj i përmbyllëm me një kontakt të vjetshëm ku unë para rastit isha në Rim e panairit të Fierit, i të deri më veçuar për një libër me çmime. Jemi, do të thosha, në një qartësim të plot të një individi, i cili në heshti ka portretizuar fytyrën e vet dhe ne herë nuk e kemi për ne. Është personalitet për faktin që le të marrim vetëm pjesën letrare, është prozator, qytetar, është poet, për mua thelbësore është poezia. Do të thonë, ajo esenca që e tonifikon, e figuron personalitetin e tij është poezia. Është kryus i letërsisë për fëmijë. Është, do të thosha, interpretues, është intelektual, në kuptimin që merr pjesë në shkrimje. Është nga ata njerëz që nuk e ka letërsinë thjesht prej detyre, as thjesht prej pasioni, e ka prej një misioni. Pra, duke patur, do të thosha, gjithë këtë gamë tashmë të një dukurie dhe të një personaliteti, për mua ishte vështirë të flas për poetin duke heshtur të tjerët, të flas për prozatorin duke heshtur të tjerët, të flas për gazetarin, për kritikun, për studiusin, për njeriu që jeton me letërsi dhe jep shumë letërsisë, jeton me librin dhe jep shumë librin. Dhe atëherë, më mirë mora një guxim të thosha dhe një dëshirë time që ta tërheq mendjen që herë nuk ka rëndësi se ku jetojmë. Herë nuk ka rëndësi se cilat detyrë kemi. Marrëdhënia me letërsinë është marrëdhënia me tekstin. Dhe marrëdhënia me tekstin do të ndalim pak më gjerë në raport me poezinë. Shumë kush me të drejtë e emërton habitet e tij. Habia për mua që të bëjmë një moment, nuk e themi nuk ka rëndësi se është poezi moderne apo klasike, është poezi. Dhe kur themi me këto vishtra se si ne e lexojmë, pra i themi klasike apo i themi moderne, është çështje e receptimi, nuk është çështje shëmbullimi. Poezia e Petrit në të gjithë librat, po sidomos tek libri Qenia dhe Shtëpia e Qenies, është një poezi që pak në metafizik që nuk e gjej të brezit, pra nuk e gjej të poezisht. Dhe ky është ai çast që të ndalemi te kjo dukuri, të ndalemi te do të thosha jo te ky talent, se ka 20 vjet. Bëja llogarin 40 vjeç, 25 vjet vetëm në letërsi, janë 25 vjet prej profesionist, prej kërkuesit të fjalës, prej gjurmuesit të fjalës, prej shkrimtarit të fjalës, prej individit do të thosha që jeton me librin për librin dhe bën shumë për të tjerë. Dhe ky raport kompleks të parë e ka shkutuar për të qenë poet.
fare mirë, unë do ta vendosja me atë konceptin ku moderniteti dhe metafizika ta shkuftojnë herë me atë strofën 4. Nuk e vërtet, shiko, poeti vërtet nuk ka nevojë për rrugë. Poeti vërtet nuk ka nevojë të tabimi të tjerët se çfarë po bën. Poezia flet. Poeti flet me poezi. Kur boton librin, poeti është, sepse poezia e tij është pasyra, është rrëfysje, është pishtari që fton lexuesin e të tjerë. Dhe unë do ta vendosja në kuadrin e atij brezi, do thosha, pse jo, ka shi Tufës, ka shi Lekës, ka shi, do thosha, Lisanakën, ka shi, pse them ka shi? Them ka shi sepse unë nuk jam në atë idenë që krahasimi është i vlerë, po për arsye komunikimi, për arsye, do thosha, vendosje të etiketave. Poezia e teknikës është e tillë që ka tërhequr vëmendjen, ka plotësuar dhe ka gjetur lexuesin. Është e tillë që do thosha, unë nuk mendoj se është nuk mendoj se është kurrë, por mendoni për një moment që kemi të bëjmë me një poezi që pretendon dhe është do thosha, është në mes të rrugës. Kur them në mes të rrugës nuk kam paraqytim. Kurse si, pse ka vetdije në çfarë bën. Ka vetdije në raport me fjalën. Ka vetdije në raport me figurë shkrimit, ka vetdije në raport me gjithë teksturën. Do të thonë për mua është nga ato raste që është e vështirë të thuash se ky tekst ka një problem. Pse? Kam Demiri është poet shumë i mirë, ku flet për letërsinë e poetizon, më fal. Ndërsa te Petriti, kur flet për letërsinë nuk ka poetizim, ka analizë. Pra, për shkak të gjithë këtyre gjërave që unë nuk rreka të krijojmë përshtypje, do të thoya që është fatmirësi që është drejtor i bibliotekës, është fatmirësi që është në një qytet që e do librin, që e mirëpret librin, që mirëpret autor, dhe është fatmirësi, do të thosha, për letërsinë shqipe tashmë në një rrezultim shumë të gjerë, për shkak të interesave të gjëra, për shkak të profesionalitetit, për shkak të marrëdhënies me fjalën, për shkak të vetdijes që unë mendoj nderuar për ty që rruga për të bërë është edhe më e gjatë. Unë të shoh maratonomak në raport me letërsi. Urime dhe të sukses. Fran Bukcama, por kam një lutje që duhet jemi për diskutime se ka shumë dëshira për të diskutuar sot këtu. Jemi sa më konciz, ndoshta Qortini vlen në këtë rast. Është rasti për të drejtuar. Vjen në spikam si kryuesi armerisë në konkurrencë me kohën, duke ngjitur butësimshëm në majat cilësore kombëtare. Si poet Petritnika vjen shëmbullueshëm, duke shpallosur lirik botanik shekujve prej Amerikës, greko-romakës e lirikës, gërshetuar në bistekun e epokës, miteve dhe legjendave të kombit, poezi që tingëllojnë krejt botërore, por me anë dhe gelin adetate, me mesazhe aq filozofike, por dhe njerëzore, të ndjesive të fuqishme natura që me kujdes, me t'impëllima mahnise, sa ato zbardojnë në kreshta si gjetina, me borë dhe sojneve. Ato vërtet vinë me honën i veçavesh, por gjallojnë në argimin e sotë me t'vesën, me t'parën e lezimit shtangësh dhe me të dytën të pasovësh, të tretën herë i mërë për shpirtit. Njëka e lyp lezusin e kryet kohës, niveli për interesit, dhe të dishëm se kryon ardë që të restar për e thash. Si tregrimtar prozator, në vjen lakmushëm me thinesën dhe modernitetin bashkëkohor, me gjetje rrethana rrëfimi origjinal, ku shpaloset jeta qytetare dhe urbane në gjitha dimensionet e saj, me mision fisnik, larg moralizimit e skemat stisura, lakonik, i kursyet por gjithmonë kërkues drejt përsosmërisë. Në kritik letrave, studimet e refleksionet si që godet pa kompromis dukuritë fenomene që stodojnë në surlegos. Nika nuk bën elogje në studime a shënime letrave, shpreh lirshëm ndjenjat e këpamjet e tij dhe estetike, larg pazare me tregun e zi.
letrar, profesionalizmi e ka motiv, nga e nxjerr guximshëm me dritë problemet e mësorëve. Sa i përket gjuhës, Nika është shqiptar dhe skoknat, hulumtues dhe kërkues i kushtuar për fjalët e vjetra, që i zgjon nga shtrati i shekujve i sjell në sfonin kohor, duke i shkundur prej mbrizit harrimit, aq sa duken si fjalë të huaja, por në fakt ata janë në trumpin e gjuhës shqipe, dhe sidomos në poezia të vëdasin që e mbulen sigur në varg. Shpesh një këto kryen fjalë me gjyrinë kohore, por gjithmonë betet vetja dhe unik në stil. Gjithkund në hudit krijuese Nika nuk bën kompromis sa i përket cilësisë. Prandaj dhe suksese në gjithet vetë majeve. Uroj Petrit Nika që të arrini majet e tjera të larta në qerin shekut e tjerë, por në mundish promovimet dhe 5 vjeçara. Me që se është mikrofoni këtu, fjalën e ka poeti dhe Megjeri. Jam i respektuar që e marr fjalën mas në folmje gege. Zakonisht njeriu formohet që në moshën 7 vjeçare sipas Freudit dhe psikologëve të mëdhenj të tjerë. Por për mendimin tim këtu bëjnë përjashtim vetëm poetët, sepse ata formatohen në çdo vend ku shkojnë. Petrit Nika i përket atyre poetëve në madh, sepse ka mendimin që metropolin, botën moderne, globalizmin e parë që në primitivitetin e njerëzimit e kanë krijuar poetët, me vredhin e tyre. Ata nuk i mban të vendi dhe nuk i mban vendi. Kujtojmë Byronin, kujtojmë Jonathan Swiftin, kujtojmë shumë të tjerë, të cilët kanë mbredhur për fatin e tyre të bardhë, të poetit dhe të krijuesit dhe për fatin e tyre të zi të njeriu, sepse kanë mbajtur shumë në këtë mbredhje, kanë pasur shumë kalvare, shumë aventura. Dhe ndërsa them këto gjëra, më vjen ndërmend Petrit Nika në një mëngjes ka lënë dardhën e tij të fukës në shkrepat e mirditës, ka marrë makinën e rrojës, mbas akoma s'ka pas vënë pres në faqe, atëherë nuk e di mirë, gjithsesi ka marrë gjërat e tij më të çmuara, i ka futur në çantë, i ka ngarkuar dhe është nisur drejt një peizazhi dyst, siç thotë krimtarin e vet. Është nisur drejt Muzëqes. Dhe pikërisht në këtë çast që po flet shumë më vjen në mendje një nga personazhet më interesantë të letërsisë shqipe tek lumi i vdekur, Adili, që dashuroi vitën i Ambovzozës së Madh. Kjo mbredhje, kjo endje, qoftë brenda gjuhës, domethënë brenda kombit, qoftë brenda zakoneve, riteve, përsëri brenda kombit, qoftë brenda hapësirës gjeografike, domethënë brenda shtetit, është një nga mbredhjet më interesante të njeriut, e sidomos një nga mbredhjet më interesante të poetit. Në këtë mbredhje ai ka lënë peizazhin shkëmbor, peizazhin e thyrë dhe ka ardhur në Muzëqe, por këtu nuk është bërë mik i bezdisshëm. Është bërë një zot shtëpie i shtëpisë vet dhe i muzëqarëve, duke ndjerë veten të formatuar dhe nevojën për të formatuar për së dyti. Unë kështu e shoh krijtarinë e Petritit. Në gjithë atë ka një plazm prej veriori, ka një gjak të vrutshëm veriori. Kjo duket edhe në leksikun e fjalës e saj, në formimin e fjalëve, përmend fjalën akshol këtu, apo plis, apo klin e të tjera, por më së shumti duket tek ai arsenali i gjerë i krijtarisë së Petritit. Petriti përsëri është ndjer ngushtë në këtë hapësirë veri me Muzëqe, ose themi fare ju. Dhe ka shkuar më tej, ka shkuar deri në antikitetin grek, ka shkuar deri tek mitët, ka shkuar deri tek perëndit, ka shkuar në hapësira të mëdha gjeografike që në fakt nuk janë të globit, por janë të shpirtit njeriu, të këtij universin në kalim, do të thosha. Dhe kështu ai ka formuar atë plazm politike, atë qeliz e cila është shofishuar dhe ka bërë organizma të tilla siç janë këto libra që i ka përpara vetes, siç janë këto libra që ne i kemi lexuar dhe vazhdojmë të lexojmë me shumë vëmendje. Domethënë, këtë e ka bërë si poet, është bërë poet, është bërë shkrimtar, është bërë krijues. Është i lumtur ai çast që njeriu ndihet në këto hapësira të pamasa, do të thoshim, të këtij universi që quhet letërsi, që buron prej atij tjetër universi që quhet shpirt njeriu.
Sot është dita e poetëve, ndokush nëse do t'ishte ditëlindja e qenit Madonës, mund të thoshte sot është ditëlindja e qenit Madonës. Pra, është një ditë aq e papërmendur, saqë unë pikërisht partije, u nisa mes Tiranës, pranë kampus e kam shënuar në Facebook, për të gjetur një përmendore poete dhe për të bërë një selfie me atë pas supeve të mi. Nuk gjeta, shkova tek parku me si gjeta Nahimin, me vëllezërit e vet aty, me vllazërit e vet vetrit, dhe aty e bëra selfie, por përsëri nuk pëlqeu sepse rilindja e madhe kombëtare, mos e ngatroj me rilindjet e sotme, për konotacion politik, ndriste shumë dhe ma kishte djegur fotografinë. Edhe kështu që u detyrova ta bëj fotografinë në bibliotekën time. Në atë bibliotekë dallohet edhe libri i Petrit Nikës, qoftë që në brenda Enës, qoftë librat e tjerë, qoftë ai me studime i cili ka një hapësirë të gjerë interesash, një thellësi të madhe, do të thosha mendimi ashtu si kuset e naftës të këtyre naftarëve që janë këtu. Dhe gëzojmë shumë që jam i ftuar sot këtu dhe gëzojmë shumë që kam përballur një kryetar bashkie që do kaq shumë letërsi, shpresoj që të shkuar të faqe 50 romanit tim që e kam dhuruar para 2 ditësh, që ka këtu një politikan shumë të nderuar që do shumë letërsi, që ka kaq njerëz, ka zonja të mira, kaq burrë të mençëm, edhe që dinë të dallojnë, dhe kjo është kryesore, do të thosha dinë të dallojnë letërsinë e buburecave, letërsinë e qinkave, tartabiqve, që sot përfiten gjithandej, futen skutare për të zbrazur klasët me librat e tyre shumë mediokre dhe të neveritshëm, dhe që për mendimin tim unë do t'i dënoja më shumë se sa ata spacatorët e drogës, dhe dinë ta bëjnë këtë duke i thënë lexuesit që fillon të bëhet lexues, të shkojnë tek letërsia e Petrit Nikës, të shkojnë tek letërsia e Beharit, të shkojnë tek letërsia e të gjithë këtyre fierakëve të tjerë, e duhem Thamës, e të tjerëve, të cilat i pash dhe uzova shumë që i pash në korridorin e kësaj biblioteke, si fotografi, rram do në bibliotekat e tjera, në rrethet e tjera kjo gjë, megjithatë më duket se u zgjadha shumë. Pasi të mbaroj do të them ose se thash të gjë, por megjithatë po mbyll këtu dhe ju falenderoj shumë që mundoheni Petrit, Me shira shmitit dhe shtjellës së merës, rrjedh prap në përrug, bajt dhe u kaloni. Dhe materia e lodhur nga prirja e ndërtimit shpërlahe dhe amull me kujnoks të shret. Asgjë nuk e ndalë në rrjedhën e gabimit, me zanafil ndoshta qëllimisht të mjegut. Sa të jetë hapësirës qoftë dhe një thërrime, nga lënda makabre prore pangohur, rish kronosi dhe gjea, mjegull është finjur, si lënë një historik e dhimbshme pasosur. Ku jem për kalorësit pak shtjellë. Ai me erdhë kjo kohë krejt e patërtisë. Gjithë një më shumë ndeshuruvve kalorës të praktisur, pa shpata, pa mburoja dhe stema fisnikësh, për zënë nga kështjellat abartës fatatridësh, që zgjojnë në mjerim mironi pezën pa ndehma, me zjarë për vëllak pasiones si lavë që del nga etna. Paresim të përhumbur hapësire pa kontekst, ndërkallur do me thënja si tekst në palimpest, dhe besim të trandur të qenja njeri, zbrazur nga motivi për i fillim të ri, mohuar nga të gjithë, nga qenja dhe trashgimia, kalorës humbëtire, ku mbretëron zbrazëtie. Kaplohen prej gjithësie të fatit zemrak, bën prej hedhunës, shpesh mbyten krejt në gjak, me zemrën 2 herë shpuar nga heshta e gabuar, u shuhet dhe kujtimi si njeriu të truar, tretet në asgjë mjerisht dhe qëllimi mi jepër, veç era mi vareza për cjell një marsh funebër. Kalorës të heqë, ëndrimtar, vetmitar, mjeran, për zënë nga kështjellat gjersot gjen anemban, viktimat anomalisë, në rregull, pa rregull, subjekte konsultash psikologësh, tru rrjedhur,
Kur e Zot absolutës brazdic shpell, sa pak nga ju me det hyn prap në kështjell. Faleminderit Miola dhe Pladi. Ti përzijim që themi edhe pak gjeografinë e Shqipërisë. Tjetë një kumtim nga Gjirokastra, nga vajza, poeta dhe përkthysja Aleksandra. Tipika të autoriale në disa detaje të konkretizuara. Trajtimi prozës, e pashta arsyeshme të ndalesha në zbërthimin konturor përfaqësues të librit Fylltari të autorit Petrik Nika, një autor i cili shënon dhe shënjon një qerek shekull në kreativitetin e tij. Me këtë rast më lejoni që në emër të lidhjes ndërkombëtare të poetëve, artistëve, shkrimtarëve Pegasi Albania, t'i urojmë në këtë ditë të madhështisë ndërkombëtare poetike suksese në rrugtimin e bukur poetik dhe në përvijimin e individualitetit kreativ për të mbetur në panteonin e letërsisë shqipe. Disa detaje të nxjerra gjatë leximit të Fylltarit: optika vrojtuese, natyrë përshkruese në shkallina narracioni, episode nostalgjike, të cilat rezonojnë me njëra tjetrën në harmoni dhe në kontrast aktiv, pavarësisht pikut dhe hapësirës kohore. Përdorimi në nota, gjysmënota sipas nevojës, në partiturën përshkruese, deri në detajet e imtësishme, të cilat numërojnë hera herës në zgjidhje dhe në numërimin kujtesor të nostalgjisë, përshkallëzojnë situata madje problemore të cilat kërkojnë zgjidhje. Borbullat e kujtimeve, nostalgjik, kujtime të cilat zanafillojnë dhe percepitojnë në një përsaktim, në një kuptim apo nën kuptim nga ana tekstore apo nën tekstore. Spikat krijimi një paralelizmi monoid ndërmjet qenies së tij të mbivendosur dhe gjendjeve të tjera. Një rikthim her pas here në ato episode jete nga të cilat nuk mund të shkëputesh asnjëherë, por qëndron i lidhur me to përjetësisht pavarësisht nëse jeta rrjedh dhe mbar në ujrat e veta për çdo ditë. Mbetet ajo shpresa e pafundme apo e pambarimtë për t'ju rikthyer edhe një herë atyre fragmenteve të gdhendura në kujtesën njerëzore dhe shpirtërore. Trajtimi i tematikave, larmiteti dhe konceptimi i tyre nga autori, me krijuar skena dhe personazhe të cilët japin kryerje gjithë tablos. E veçanta që del në pa, aftësia ndërthurëse në një tregim të disa ngjarjeve, të cilat përbashkohen natyrshëm me njëra tjetrën. Tani të gjithë ne besoj se e kuptojmë që domethënë në këtë takim kanë ardhur njerëz me shumë dashuri dhe janë diskutuar disa jema që kanë dëshirë gjithsesi të flasin. Por ato vërejtët nga partitë do të qenë prokuroritës, domethënë në kuptimin domethënë ai pjesë janë shumë domethënë. Fjalën ja jap me kënaqësi dhe me respekt shkrimtarit Maku Pone, që ka dhe dëshirë vetë autoritet përshëndetje e stafit. Preventia pa ua parashtruar. Me Petritin kam një lidhje të dyfish, si me thëmë. Unë njëri ndër miqtë e mi më të ngushtë i jetës kam pas një mirëditor, i cili nuk jeton sot, një mendëtar i madh, një dietar, Pal Nikola, Basta Pal, nga Mirdita. Dhe lidhjen e kam çuditërisht kështu, sa me Petritin drejt për shkak të krijimtarisë të tij, aq edhe me Mirditën, me Puk Mirditën, me këto dy treva që janë si vatra të poezisë, qoftë ka hershme, qoftë të sotme. Dhe unë, sa jam mik me Petritin, ndërkaq tani që flas, kam mik të dashur të fushës së artit dhe të poezisë. Jam mik i Ndue Dedës, i Mark Mesulit, i Ndue Shytit, i Rapsodit Princ Frok Haxhia. Kështu që
desha të thosha dy gjëra dhe për Petritin, të cilin e vlerësoj si një potencial shumë të fuqishëm poetik, jo vetëm për Puk Mirditën dhe Fierin dhe Myzeqen, që ka një lidhje të çuditshme këtu. Dhe më vjen Petriti si një njeri, si një qenie që rrënjët e lindjes i ka në Puk, por degët i ka të shpërndara Puk Mirdit, Myzeqen, dhe kësisoj shpërndajnë të degë lule, ngjyra dhe aroma që e bëjnë Petritin një poet, një artist të klasit parë. Pra, për mua, në vështrimin tim, në ndjesitë e mia, në perceptimin tim, Petrit Nika është poet kombëtar. Dhe dua të theksoj gjithashtu me gjithë konsideratën e mirë dhe mirë kuptimin që kam me diskutantët, unë personalisht e gjej në shtratin e poezisë moderne. Ai noton, fluturon atje tek poezia hermetike, tek poezia simboliste, tek poezia ekzistencialiste, dhe si i tillë sjell mesazhe, ide, koncepte të tërforta, dhe mu për këtë shkak kërkon një lexues jo vetëm të nivelit mesatar, po unë nuk gaboj po të them për të perceptuar drejt Petrit Nika do një lexues elitar, që të mund të zbërthejë mesazhet që sjell ai, sepse duhet njohë mitologjinë, duhet njohë letërsinë greko-romake, duhet njohë Freudin, dhe kështu do të jetoj me ato që kërkon të na përcjell Petriti me dashuri të jashtëzakonshme. Urimi im i madh që më vjen nga zemra është Petrit e ke emrin skifteri poezisë, qofshë dhe me të shtrirë. Faleminderit Zoti. Nëse do të bëhet një konsim kundër publicistin e mirënjohur Mustafa Nano, ky i fundit më thotë: "Morani, faleminderit Zoti Petro, dhe të falenderojmë që se kursyet mundimin për Petritin, natyrisht erdhët me dashuri." Tani radhën e ka kujtja ka deleguar kryetari buketën me lule që i ka dedikuar Petritit. Faleminderit Zoti Bastian. Tani përshëndetjen e ka një përfaqësuese e stafit. Për poetin Petrit Nika u fol shumë sot, dhe fjalët e mia do të ishin të tepërta, ose Zonja Alma po fletë. do të përsërisja ato që thatë ju. Është bukur që këtë ditë sot të përfaqëson një poet i tillë si Petrit Nika. Nuk doja ta zgjasja shumë, vetëm në emër të stafit, t'ju uroja suksese dhe pena e tij qoftë e artë dhe e përjetshme. Suksese e tij. Dhe Zoti Shabani ka një dhuratë. Petit, kacatia e majmunit. Problemi qendror është që të kemi sa më shumë poet si Petrit Nika. Në emër të lidhjes ndërkombëtare Pegasi Albani do t'i dhuroj korsinë e hapur ku përfshihen 400 poet nga 100 vende të botës. Dhe kërkoj me insisim të madh që poezia e Petrit Nikës të përkthehet në gjuhën angleze me qëllim që të bëhet shkëmbim universal i vlerave. Po dhe grekes. Kështu që fjalën duhet ta jap protagonistit vendrit tonë sot, Petritit, duke uruar Pikëpari njërë ju falenderoj nga zemra të gjithëve juve që u pjesë e këtij takimi, për mua ishte i pari, pavarësisht të rrugës së gjatë krijues, e cila nuk duket më gjatë se sa është realisht në vite, për arsye të pengesave, problemeve që normalisht janë shfaqur dhe të cilat i kanë kaluar në këto vite. Ishte vërtet kënaqësi për mua kjo prani e juaja në këtë vend, fjalët tuaja gjithashtu më kanë befasuar dhe shkaku që
do të theksoj që shkaku që zgjodhet këtë ditë pikërisht sot datën 21 mars për këtë takim të karakterit më shumë afektues mbi krijimtarinë time të këtyre 25 viteve dhe jo një promovim konkret të një libri të veçantë në ato 9 libra që unë kam votuar në këto vite, ishte fakti që sot daton dita botërore e poezisë e përcaktuar në Kongresin e 30 të UNESCO-s në vitin 1999. Por ka dhënë që kjo ditë 21 mars ka qenë dita e poezisë më shpejt akoma diku nga viti 1505. Nuk kam fakte konkrete se si dhe përse, por deduksionin im me qënë e faktin sepse 21 marsi është pekuinoks. Është fillimi i pranverës. Dhe pranvera është ajo që risjell dhe rigjenerimin e natyrës, rigjenerimin e jetës dhe poezia dhe vete ka një mision që rigjeneron krijuar shpirtërisht në qelizat e veta të qenies. Këto ishin dy arsye. Arsyeja e tretë është sepse në aspektin e rrugtimit njerëzor 25 vite janë një ekuinoks pothuajse i plot. Në aspektin krijues ky ekuinoks është akoma i theksuar. Dhe në këtë ekuinoks kur gjërat është momenti i vërtet për të reflektuar dhe për të parë një në rrugën që ke bërë dhe për të përcaktuar pastaj edhe një frymë të re. Ndoshta për këtë arsye ka një vit që apo më shumë në fakt që unë ndjej vetëm të boshatisur në një mënyrë nga dëshira e shkrimit të poezisë, sepse në fakt po kërkoj një poezi tjetër